Para një viti, Perëndia më tha në profeci se do të shëronte babain tim nga një sëmundje. Armiku po e sulmonte duke i hequr zërin, dhe këtë situatë Zoti do ta lejonte të ndodhte në mënyrë që familja ime të kuptonte se vetëm ai e kishte fuqinë. Kështu babai im filloi të humpas zërin. Ai vjen në kish prej disa kohësh, por ende vazhdon të ketë dyshime ndaj motrës Maria Luisa dhe besoi gjithashtu ndaj fuqisë së Zotit. Perëndia më kishte thënë në profeci se ai do t'ia kthente zërin për të lartësuar emrin e motrës Maria Luisa. Babai im shkoi në spital, rezultoi se ishte në fillimet e kancerit. Por Zoti u manifestua me anë të një ëndre ku motër Maria Luisa i thoshte të fliste dhe të këndonte pasi nuk kishte asnjë problem me zërin. Dhe kështu me të zgjuar babai tim ju kthye zëri. Mjekët u çuditën, u bën madje shumë konfuz dhe i bën disa herë analiza pasi nuk kuptonin si ishte e mundur që ishte zhdukur në atë mënyrë ai tumor i vogël. E megjithatë, Perëndia më thoshte se familjarët e mi, pavarësisht se vinin në kish, vazhdonin të kishin dyshime mbi dëshmitë që dëgjonin apo edhe mbi gjërat që unë dhe bashkëshorti im ndanim si dëshmi dhe mbi ëndrat që Zoti na jepte. Ndaj ai do të shfaqej edhe më shumë për të treguar fuqinë e tij. Para 3 javësh, gjyshi im 95 vjeçar u shtrua në spital nga një fryrje e aortës abdominale dhe Zoti na thoshte mos të shqetësoheshim pasi ai do të manifestohej. Kështu nëna ime pati një ëndër ku shihte gjyshin dhe mbesën time dhe lejoi të kuptonte dhimbjen e tij dhe i tregoi se në fund do të shpëtonte. Dhe kështu gjyshi qëndroi vetëm 3 ditë i shtruar. Mjekët nuk dinin të shpjegonin se si atij ju qetësuan dhimbjet dhe fryrja u normalizua, pasi është shumë e vështirë që kjo të ndodhë. Perëndia e bëri gjithë këtë në mëshirën e tij të pafundme, pasi e ka thënë shumë herë se duhet i tregoj shumë herë atyre njerëzve që janë shpirt ngurt se si ai në të vërtetë manifestohet dhe se si familja ime do ta dëshmonte këtë. Dhe mamaja ime këtë e ka dëshmuar për të nderuar dhe lartësuar emrin e Zotit. Dëshmoj për lavdinë e Zotit. Un kam një vit pa punë me leje për shkak të shëndetit, por Zoti në profecinë e tij të shenjtë më thoshte, unë jam ai që do të siguroj gjërat. Duke pasur besim te kjo, unë i thoja Zotit, faleminderit sepse nuk më ka munguar asgjë. Dhe pas një kohe, duke qenë me leje nga puna, vajza ime që ka një të mirë materiale më tha, qeraja e asaj të mire do t'jetë për ty. Lavdi Perëndis sepse Perëndia ma kishte thënë që ai do të ma siguronte këtë. Për një periudhë kohe, kjo e mirë materiale nuk po jepej dot me qera, kur u dha studimi biblik në stadiumin Movistar Arena Kolumbi, kur Zoti tha dhe do t'jap bekime materiale, unë i thoja Zot, vetëm ti mund të lejosh që ajo e mirë materiale të mund të jepet me qera, sepse është mbështetja ime në këtë moment për gjërat materiale. Dhe Zoti më dha një vegim në të cilin unë isha në një vend, ishte një kult në kish dhe hynte motra Maria Luisa dhe ishin 7 persona që kishin ngritur dorën dhe ajo thoshte, kujt tjetër i duhet bekimi material? Dhe unë isha shumë brapa dhe thoja, motër jam edhe unë, dhe unë ngrija dorën. Dhe i thoja më duhet edhe mua bekimi material. Dhe bekimi material ishte dhënia me qera e asaj të mire materiale që unë të mund të mbështetesha aty. Dhe pas 3 ditësh e mira materiale u dha me qera dhe unë i jap lavdin Perëndis sepse ishte përgjigja e tij që gjërat nuk janë kot sepse ne i drejtohemi me besim dhe ai në mëshirën e tij të pafundme na i siguron gjërat. Gjithashtu, kam një dëshmi tjetër. Zoti më tha dhe fëmijët e tu do t'jenë në oborret e mia dhe unë do t'jem ai që do t'i përgatis zemrat e tyre. Djali im pati shumë vështirësi ekonomike, vështirësi të mëdha, nuk ishin me çfarë të paguanin qeran, unë i lutesha Perëndis dhe ai më thoshte, unë e kam lejuar këtë për ta sjell në oborret e mia në kish dhe sepse kam bekime të mëdha shpirtërore dhe materiale për të. Ai erdhi në kishën e tij dhe filloi të merrte pjesë, Zoti i bëri premtime. Në një nga premtimet e fundit, Zoti i tha, do të marrësh një telefonat nga jashtë shtetit dhe do të jetë bekim sepse aty do të jap një bekim në aspektin e punës. Dhe pas 5 ditësh e telefonuan nga një shtet tjetër për një bekim në aspektin e punës, një mundësi shumë e mirë, e ligjshme, nga një kompani e mirë, me një pagë shumë të mirë dhe e morën atje bashkë me gruan, me vajzën, me gjithçka të paguar.
dhe ai më thoshte vetëm lavdia e Perëndis dhe premtimet e përmbushura që Zoti na jep. Jap për lëvdimin Zotit.